Për shkak të gjendjes së krijuar me sigurinë në Maqedoni edhe në stacionin policor në Gostivar janë ndërmarrë masa sigurie për mbrojtjen e objektit. TV2 kërkoi prononcim nga kryeshefi Naim Aliu. Aliu tha se masat e ndërmarrjes në rritjen e sigurisë së objektit me bllokimin e rrugëve afër stacionit policor janë masa normale në një situatë të tillë. Janë vendosur trar në rrugët të afër objektit të stacionit policor. Ndërkohë, kamera e TV2 regjistroi praninë e 2 autoblindave policore të parkuara në objektet e policisë rrugore që ndodhen përgjatë rrugës magjistrale afër magazinës së pompës së benzinës Mak Petrol.